Në këtë edicion do të ndiqni. Politologu Milazim Koci thot se me propozimet e kandidaturave partijake, zgjedhjet janë të pashmangshme. Shënohet dita e tokës, mbillen pemë të reja në institucionin parashkollor Ganimetit Tërbeshi. Gazetari Marin Mema takohet me nxënësit e shkollës teknike në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Zgjidhja çështjes së presidentit duket se nuk po arrin epilog të mirë, referuar zhvillimeve nga deklaratat e fundit të liderëve politik. Politologu Milazim Koci në një lidhje virtuale ka pohuar syrit edhe një herë se vendi po shkon në zgjedhje, si rezultati këtyre zhvillimeve. Me propozimet të kandidaturave partijake, zgjedhjet janë të pashmangshme dhe përpasoj vendi do të shkojë në zgjedhje. Kështu vlerëson politologu Milazim Koci. Shumica e kanë ditur do të thotë që nuk ka gatishmëri të parëve për të gjetur një kandidat konsensual. Nuk ka mundur të shmangën zgjedhjet me kandidatura partijake. Kvorumi prej 80 votash kërkohen për zgjedhjen e presidentit është ditur që nuk do të mund të tejkalohet, nuk do të mund të sigurohet nëse nuk gjendet një kandidat jo partijak ose edhe partijak, por që do të siguronte konsensusin. Mbrëm, pasëm në një deklarat të zotit Abidjiku, aja tha hapur që në fund të takimit me zotin Kurti, ata janë pajtuar që ka dhënë dorë njëri tjetrit dhe janë pajtuar që shihen pas zgjedhjeve. Pra, kjo çështje tashmë ka marrë fund, partitë janë pajtuar që të shkohet në zgjedhje. Profesori Koci gjithashtu tha se kjo situatë ka ardhur edhe si rezultati mosgatishmërisë së politikës nga obligimet që do të dalin nga marrëveshja franko-gjermane. Mendoj që një nga shkaqet është edhe mosgatishmëria e klasës tonë politike për të ballafaqur për obligimet që dalin nga marrëveshja franko-gjermane. Aty Kosova ka marrë obligime bukur serioze dhe ato nuk do të mund të përmbushen pa u kriju një qeveri me bazë të gjerë dhe unë pres këtë pas zgjedhjeve që do të mbahen në fund të majit ose në fund të qershorit, pra një qeveri me bazë të gjerë, brenda saj jo vetëm vetëvendosja që do të dalë fituese në këto zgjedhje, gjithsesi, por edhe minimum edhe një parti tjetër e madhe. Politika ka pasur të gjitha mundësitë e mundshme që të gjejë një kandidat konsensual, por nuk e bëri këtë, pohoi profesori Koci. Në radhë ka qenë mundësia, ka pasur mundësi që të shkohet me një kandidat të pavarur dhe jo partia, të krijohet një unitet rreth atij emri, por nuk kishte gatishmëri, nuk kishte vullnet as nga ana vetëvendosjes, po as nga ana opozitës. E nëse vendi do të shkojë në zgjedhje gjatë fundit të muajit qershor, profesori Koci tha se mund të vërehet një raskapitje të votuesit, por kjo varet edhe nga mënyra se si ish presidenti Osmani do të paraqitet në zgjedhjet e ardhshme. Kjo do të jetë hera tretë pra në 15 muaj që qytetarët u drejtohen vendvotimeve. Besoj që do të ketë abstenim të një pjesë të votuesve, nuk di tani cila mund të jetë përqindja. Rezultati do të jetë ai që ka qenë, besoj diku ndërmjet rezultatit të 28 dhjetorit dhe 9 shkurtit, pra sërish do të fitojë vetëvendosja, nuk ka asnjë dilemë, por nuk e di nëse do të ruaj e përstin që siguroj me 28 dhjetor, apo do të kthehet te 9 shkurti. Sidomos e them këtë sepse epilogun mund ta përcaktoj pak edhe përfshirja e zonjës Osmani. Tani do të varet nëse ajo do të aktivizohet me një parti të vetën ose nëse do t'i bashkohet lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo situatë po ndikon në rënje të kredibilitetit të Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, shtoi profesori Koci, duke pohuar se me 28 prill s'ka dhënë afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Ulësia e Kuvendit të Kosovës dje u shfrytëzua edhe për një deklaratë pazakontë.
Deputeti i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Fatos Geci, duke folur për vendimin me burgim të përjetshëm për Naim Murselin, tha se ky fat do ta ndjek edhe ish-presidentin Hashim Thaçi, i cili po gjykohet në gjykatën speciale në Hag. Kjo deklarat pati reagime të shumta jo vetëm nga Partia Demokratike, por edhe nga vetë qytetarët. Fatos Geci, deputet nga radhët e listës Guxo, ndonë se bart titullin doktor shkence, mezi lexoi një fjalim të shkruar paraprakisht. Ndër të tjera, duke komentuar vendimin me burgim të përjetshëm për Naim Murselin, tha se një fat i ngjajshëm do ta ndjekë edhe ish-presidentin Hashim Thaçi, aktualisht në proces gjyqësor në gjykatën speciale në Hag. Përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Kjo deklaratë u konsiderua pas zakon dhe nxiti reagime të shumta, jo vetëm në skenën politike, por edhe tek qytetarët. Hashim Thaçi është Hashim Thaçi. Naim Murseli është krejtë të shka. Ku krahasohet me Hashim Thaçin? Asaj që ka folur aty, ajo është maskarat total. Një tjetër qytetar theksoi se gjendja aktuale politike vetëm sa ka vështirësuar jetën e përditshme. Unë nuk di çfarë më them, kjo politik na ka hipnotizuar krejt. Do më thonë se ka dim as më hongur buk. A beson? Qysh jën buk tha. Më bo mas luftës kështu. Valla është për keqardhje. Ky qëndrim i Gecit ka shkaktuar reagime të shumta dhe indenjat tek populli i Kosovës. Në ditën ndërkombëtare të tokës, ku do synohet të ngritet vetdia për një mjedis sa më të pastër dhe sa më të qëndrueshëm, pikërisht në këtë ditë, në hapësirat e qerdhës Ganimetit Erbeshi në Rezin, u mbollën disa dronjë të cilët do të mundësojnë një mjedis më të mirë për fëmijët që frekuentojnë këtë mjedis. Në ditën ndërkombëtare të tokës, ku do synohet të ngritet vetdia për një mjedis sa më të pastër dhe më të qëndrueshëm, pikërisht në këtë ditë, në hapësirat e qerdhës Ganimetit Erbeshi 9 në Rezin, u mbollën disa fidane të cilët do të mundësojnë një mjedis më të mirë për fëmijët që të frekuentojnë këtë mjedis. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjakov, Hysem Brahimaj, tha se fidane janë shpërndarë në të gjitha institucionet arsimore për këtë ditë. Me iniciativët e DKA-s, të gjitha shkolla i kanë shku këtë lloj fidane që vishini këtu, për arsye të gjelbrimit, për arsye të pamjes më të mirë, dita tokës apo dita ekologjike që është, të gjitha shkollat, institucionet arsimore e kanë obligim aktivitetet të ndryshme, duke përfshirë mbjelljen e fidaneve, ligjërata të ndryshme. Disa shkolla kanë organizuar pastrimin të shkollave, lagje apo rrugët të cilët janë afërsitë të shkollës. Ndërkaq, përfaqësuesja Berlinda Bakalli Shehu tregoi rreth ditës së tokës. Sot për ndër të ditës së tokës, me që është data 22 prill, kemi bërë mbjelljen e fidaneve me investim nga drejtori i arsimit, së bashku edhe drejtoresha e kopshtit Ganimetit Erbeshi këtu në objektin numër 9 në Rezin. Aktivitetet të tilla nuk kanë vetëm ndikim të menjëhershëm në përmirësimin e ambientit, por edhe rol të rëndësishëm në edukimin e brezave të rinj për përgjegjësinë ndaj natyrës, duke filluar nga institucionet parashkollore. Synohet që kujdesi për mjedisin të bëhet pjesë e përditshmërisë së fëmijëve, në mënyrë që në të ardhmen të kemi një shoqëri më të vetëdijshme dhe më të angazhuar për ruajtjen e tokës. Dita tokës u shënua me disa aktivitete edhe në shkollën Mazlum Këpuska në Gjakov. Nxënësit dhe mësimdhënësit u bën bashkë që përmes projekteve rekreative ta mbushin këtë ditë me plot angazhime, me qëllim që të përcjellin sa më mirë simbolika të kujdesit ndaj ambientit. Në kuadër të ditës së tokës, në shkollën e mesme të ulët Mazlum Këpuska në Gjakov, janë zhvilluar një serë aktivitetesh me fokus në ndërgjegjësimi për mbrojtjen e ambientit. Nxënësit dhe mësimdhënësit u angazhuan përmes projekteve rekreative dhe aktiviteteve simbolike, duke shndruar këtë ditë në një mundësi për të përcjellë mesazhe të rëndësishme për kujdesin ndaj natyrës dhe mjedisit. Drejtoresha e shkollës Jeta Mati Bakalli tregoi më shumë rreth aktiviteteve që janë zhvilluar gjatë kësaj dite.
Sot në shkollën tonë kam organizuar bashkë me mësimdhënësit, me nxënësit, me prindrit, jo një aktivitet, po disa aktivitete. Duke përfshi këtu mbjelljen një klasë, një pemë të fidaneve Magnolia, të cilat i kanë financu vetë prindrit dhe nxënësit, 16 gjithsejt, 2 na kanë ardhur pemë nga Drejtoria e Arsimit të Gjakovës, të cilët i falenderojmë gjithashtu. Po ashtu kemi edhe pastrimin e lagjës për rreth shkollës me një grup nxënësish dhe me arsimtaren. Pastaj kemi bërë disa afishe apo poster vetëdijsues për të mbrojtur tokën, për të mbajtur shkollën pastër, lagjen pastër dhe e fundit, e katërta, është edhe një ekspozit me materiale ricikluese. Ky aktivitet shpresoj që ka me ndiku pozitivisht në vetëdijsimin e nxënësve, prindve, mësimdhënësve dhe të gjithë komunitetit që ta mbrojmë tokën, sepse është shumë e rëndësishme e ne po më duket që nuk e dim ende se sa është rëndësishme për ne. Po ashtu, nxënësi Matian Mati u shpreh se në fidane të mbjella kanë vendosur edhe thënie me mesazhe për mbrojtjen e mjedisit. Sot kena mbledh këtu për ditën e 22 prill, dita tokës. Na si shkollë kena organizuar shumë aktivitete për mbrojtjen e mjedisit, edhe një prej atyre ka qenë edhe mbjellja fidaneve. Klasën e ka mbjell fidanen, edhe që kena vendosur një thënie në fidane, edhe kjo ka qenë një kuadër të mbrojtjes mjedisit që thash, vetëm për mbrojtje mjedisin edhe për mi pas një mënyrë më të pastër, se ardhmja jo një gjelbrimi ja nuk është nuk kena të ardhme. Këto aktivitete synojnë të rrisin vedijen tek të rinjit për rëndësinë e ruajtjes së natyrës, duke inkurajuar angazhim të vazhdueshëm për një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm edhe në të ardhmen. Mbetemi të aktivitetet shkollore dhe sjellim një tjetër kronik. Gazetari dhe autori 10 dokumentareve Marin Mema ka qëndruar sot në Gjakov në një ligjëratë frydhënëse dhe shumë konstruktive. Mema ka diskutuar me nxënësit e shkollës teknike në Xhmedenixha për aktivitetin e tij me qëllim të promovimit të vlerave historike të kombit. Gazetari dhe autori i 10 dokumentareve Marin Mema ka qëndruar sot në Gjakov, ku ka zhvilluar një ligjëratë me nxënësit e shkollës teknike në Xhmedenixha. Mema ka ndarën me të rinjit përvojën e tij, duke u fokusuar veçanërisht në aktivitetet që kanë për qëllim promovimin e vlerave historike dhe kombëtare. Po unë kam patur gjithmonë dëshirë të punoj me të rinjt. Për mua është themeli më i mirë mbi cilin mund të mbështesim të ardhmen. Duhet punojmë me të rinjt, duhet të mbështesim të rinjt, duhet punojmë mbi gjitha mbi lidhjen e fortë që ata duhet krijojnë me atë dhe dashurinë. Pa atë dhe dashuri, pa dashur kombin, pa krijuar themelet forta, rrënjë të forta të kombit, nuk do të ecim kurrë përpara. Ne duhet të kuptojmë që pavarësisht dëshirave të kahershme që kanë dashur na imponojnë, ne jemi një komb dhe duhet punojmë fort mbi këtë. Nëse ne nuk punojmë, askush tjetër nuk do ta bëjë. Mes tjerash, gazetari Mema ka treguar edhe për qëllimin e kësaj ligjërate, duke theksuar rëndësinë e informimit dhe ndërgjegjësimit të brezave të rinj për historinë dhe identitetin kombëtar. Diskutimi për jo vetëm çështjet historike, po diskutimi për problemet e të rinjve, mbi të ardhmen e të rinjve, mbi mënyrën se si duhet i bashkojmë të rinjt tanë kudo që janë, mbi mënyrën se si ata duhet ndërtojnë të ardhmen e shqiptarisë. Është, e thash, edhe më parë është e nevojshme që ne të punojmë fort me të rinjt. Janë e ardhmja. Nëse nuk e bëjmë ne sot, nëse nuk i vendosim fort themelet tek rinia, nuk do të kemi nesër një të ardhme të fortë. Ndërkohë, drejtoresha e këtij institucioni, Florentina Gjergjaj, u shpreh se kjo ligjëratë është organizuar në kuadër të klubit të debatit, me synimin që nxënësit të përfitojnë nga përvoja e Memës dhe të forcojnë lidhje me vlerat dhe rrënjët kombëtare. Duke njohur aktivitetin e shumët të publicistit Marin Mema, njëkohësisht në kuadër të aktiviteteve që i kemi planifikuar për klubin e debatit, kemi dashur që të ftojmë personalitetet të ndryshme në mënyrë që të përcjellim vlerat, në këtë rast vlerat kombëtare, rrënjët tona, gjithë ato që përfshin domethënë dokumentare që sjell Marin Mema para nxënësve tonë. Po besoj që është një ligjëratë që do të mbahet mend nga nxënësit e tonë dhe do të kontribuojë shumë në atë nxitjen e ndjenjes për atë dashurinë. Kjo ligjëratë është mirë pritur edhe nga vetë nxënësit, të cilët e vlerësuan si një mundësi të mirë për të mësuar më shumë rreth historisë.
Na vlerësojmë shumë si ligjërat, për shkak se përveç informacioneve që kemi pas rreth historisë tonë, kemi marrë edhe më shumë informacione, por edhe informacione rreth vështirësive që ai ka pas në xhirimet e tyre, por edhe për shembull me njerëzit që në disa raste nuk janë edhe aq miqësorë ose diçka e tillë. Kjo vizitë e Marin Memës në Gjakov u konsiderua si një hapëri rëndësishëm në afrimin e të rinjve me historinë dhe vlerat kombëtare. Pensionistët e interesuar po vazhdojnë të marrin konsulta dhe vizita shëndetësore falas nga internisti Dr. Agrona Brashi. Në qendrin ku rëndon mbahen edhe takime të shpeshta me pensionistët, sipas orareve të rezervuara paraprakisht. Doktori Abrashi po përpiqet të jetë në shërbim të detyrës. E në këtë pjesë hyjnë edhe personat me kushte të vështira ekonomike. Po bëhen gati 3 vite që çdo të dytin muaj filantropi doktori Agrona Brashi ka përpiluar një orar ku qëndron në Gjakov për të ofruar falas konsulta, vizita shëndetësore për moshën e tretë, por edhe për personat me vështirësi financiare. E në kuadër të këtij projekti, gjatë gjithë kësaj jave internisti Brashi është ardhur nga Zvicra dhe po qëndron në Gjakov për të qenë në shërbim të pacientëve. Unë punoj një javë, dhe më thonë çdo 2 muaj, prej të hanës deri të premten, do njerë dhe shumë në paradite, për orës 8 dhe në orë 3. Mirë po ndodhë njëherë që dhe në basë orës 3, ora 4, ora 5, parësy se dera nuk është mbyllur, nuk kem as bank, as post, kur me një orë caktuar, të më thonë qytetar, mirë po jam si mjek dhe dera është gjithmonë e hapur, pa marrë parasysh orë. Ky projekt realizohet me qëllim që pensionistët e interesuar dhe që kanë probleme me shëndetin të marrin sa më shumë njohuri për kujdesin ndaj vetës, shtoi doktori. Që gati me datën 2 korrekt mbushën 3 vjet ka ky aktivitet, kanë ardhur dhe to nga fillimi e kam ndani kohë, domethënë njerëzve që nuk janë pensionistë, të njohur në shok, miq, domethënë familjar që i kam vizituar rregullisht dhe i kam ofruar shërbime të mjekësore falas. Doktori gjithashtu vuri theksin edhe të çmimet e barnave për moshën e shtyer, që sipas tij shpesh janë shumë të larta. Është një problematik jashtëzakonisht rënd në aspektin financiar spaku. Parësy se barnat janë shumë të shtrejta dhe kam bërë një dukuri që faktikisht ekziston një praktikë e përshkrimit të tepërt të barnave. Ka mundësi edhe të përshkruan të kombinuara dhe në këtë mënyrë çmimi do të ishte shumë i ulët. Mirë po për fat të keq mjekësia sikur në perëndim edhe këtu në Kosovë, në trevat tjera shqiptare është bërë biznes. E pasonimit vrej edhe një dukuri tjetër negative që faktikisht mjekët, apoteka dhe institutet e ekzaminimit janë të lidhura në bezveti dhe pacientët vetëm referojnë dhe më tregojnë në kuptimin që nëse shkon të një mjek e ban vizitën, mande ai udhëzon në apotekën e caktuar, në institutin e caktuar, në paranatorën e caktuar dhe të kolegë të caktuar. E kur është fjala të interesimi i pacientëve për ta shfrytzuar këtë shërbim, ai shtoi se çdo herë më shumë interesimi është në rritje. Numri i pacientëve është ushtu, parasy se kanë dëgjuar nga të tjerët, mande janë të kënaqur me të marrën se unë marr kohë ndoshta më të madhe se sa mjekët që janë në institucione apo në praksat private. Për shkak të numrit të pacientëve që kanë kuptuar edhe frekuencës mirë, po edhe mangësisë kohore. Unë ushtroj, domethënë profesionin, kam dëshirë që pacientët kur i ordinoj barnat, kur i këshilloj të përbjerë edhe mjete ndihmëse si kompjuteri, modelet të ndryshme që ai ta kuptojë rëndësinë dhe të vetëdijsimi i tij të jetë në nivel parësy se sa më shumë informata ka domethënë pacienti, aq më i rregullt do të jetë në trajtimet që bëhen dhe
faktikisht në disiplinën e marrjes së banave dhe të absolvimit të trajtimeve që propozohen. Ndërkohë të premtën me 24 prill nga ora 18, doktori Abrashi do të mbajë një ligjëratë informative në fushën e mjekësisë me temën sëmundja e sheqerit diabeti. Takimi mbahet në shkollën e muzikës nga ora 18 dhe ftohen të gjithë të interesuarit që të bënë pjesë e këtij diskutimi. Krahas qendrës së mjekësisë familjare 1, zgjerimi i listës së shërbimeve laboratorike është bërë edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Drejtori i shëndetësisë Lulzim Goçi ka pohuar se përmes projekteve të reja po synohet kujdes më i avancuar shëndetësor. Krahas qendrës së mjekësisë familjare 1, zgjerimi i listës së shërbimeve laboratorike është bërë edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenie sociale Lulzim Goçi ka treguar më shumë detaje. Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në kuadër të planit të vet për rritjen e shërbimeve ndaj qytetarëve të Gjakovës, tashmë ka filluar implementimi i rritjes së këtyre shërbimeve, respektivisht nga java kaluar ka filluar në laboratorin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare kryerja e shërbimeve për 3 lloje të analizave të reja, do të bëhet fjalë për analizat që bëjnë identifikimin e gjendrave të rritjes tek pacientët me nevojë. Po ashtu, domethënë, plani në afatmesëm pritet që kjo lista shërbimeve të analizave të shtohet edhe më shumë. Domethënë shumë shpejt do të kemi edhe shërbimet e analizave të 2 llojeve të yndyrna që do të mundsohet të kryejë këto shërbime të pacientët me nevojë. Deri me tani këto analiza domethënë janë pacientët për nevojat e tilla janë referuar tek laboratoret privat që ka paraqit kosto shtesë për këta pacient dhe tash tutje domethënë do të kenë mundësinë që këto shërbime të mbojnë me çmime minimale tek qendra kryesore e mjekësisë familjare. Mes tjerash, drejtori i DSHMS tregoi se cilat janë ato kategoritë që lirohen nga pagesat. Është udhëzimi i bashkëpagesave të cilën e ka nxjerrë Ministria e Shëndetësisë, në të cilën janë të prapa në kategoritë që lirohen nga pagesa këtyre shërbimeve, që janë kategoritë e dala nga lufta, personat që vujnë me diagnoza kancerogjene, kardiologjike dhe të tjera. Zgjerimi i shërbimeve laboratorike në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov përbën një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të cilësisë të kujdesit shëndetësor për qytetarët. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Politologu Milazim Koci thot se me propozimet e kandidaturave partijake, zgjedhjet janë të pashmangshme. Shënohet dita e tokës, mbillen pemë të reja në institucionin parashkollor Ganimet Tërbeshi. Gazetari Marin Mema takohet me nxënësit e shkollës teknike në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.